Vetëm 2 ditë më parë, Kamber Sulçaj, i akuzuar tashmë për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarçi, është vetë dorëzuar në ambientet e komisariatit të policisë së Gjirokastrës. Gjatë ditës së sotme, pikërisht në këtë të shtunë, ai ka dalë përpara gjykatës rreth gjyqësor në shkallën e parë në Gjirokastër, nga ku i është caktuar masa e sigurisë arrest me burg pa afat. Burg pa afat ka qenë masa arrestit e dhënë për Kamber Sulçën nga gjykata e shkallës së parë të Gjirokastrës, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit italian. Fillimisht ka qenë prokurorja e çështjes Blerina Musabelli, ajo e cila ka paraqitur aktet me të cilat grupi hetimor pati marrë në vendngjarje. E më pas, të gjitha rrethanat që e kanë shoqëruar këtë situatë deri në vetëdorëzimin e Kamber Sulçës, 2 ditë më parë në organin e akuzës. Më pas, avokati i tij, i ardhur nga Vlora, ka paraqitur në seancë ndër të tjera dhe faktin e vetëdorëzimit të klientit të vet, çka përbën një rrethan letësuese, e cila mund të merret në konsiderat nga kryesuesja e seancës. Vet Kamber Sulçe ka qëndruar i heshtur për gjatë gjithë seancës së vlerësimit të masës së arrestit dhe nuk ka folur asnjë fjalë. Pas gjithë kësaj, kryesuesja e seancës, njëkohësisht dhe kryei i gjykatës së shkallës së parë, ka dhënë vendimin e vlerësimit të masës burg pa afat. Mësoj se pas dhënies së vendimit, avokati i të pandehurit është se do të ankimojnë në gjykatën e apelit në kryeqytet.